Si e gjykon nga eksperienca jote nga njohja mirë e psikologjisë ruse, ke shumë vite që jeton aty dhe punon si gazetar dhe shumë gjëra të tjera, cili do jetë reagimi i Putinit? Bombardime, shkallëzim, bombardime, ofensiv ndaj Ukrainës, do ketë një hakmarrje? Mendoj që hakmarrje do ketë patjetër, dhe një hakmarrje me përmasa të përbindshme. Por ajo nuk mund mos të ndodhë për një herësh, nesër mbas nesër, por do me thënë ajo do të bëhet patjetër, duke pasur parasysh se si përmasa të përbindshme, po kufizo pak. Se përmasa të përbindshme... Për shembull, sistemi energjetik, sistemi furnizimit të gazit, do me thënë në ato ministritë e Secret Service që janë aty, për shembull në Kiev, të gjitha, do me thënë në njëkohësisht, do me thënë goditje në arteret rrugore, kurorëve ndoshta. Do me thënë, çfarë unë nuk mund të gjykoj ato që ata të godasin, por me sa kam dëgjuar sot do të mbledhet Këshilli i Sigurimit rus dhe ndoshta nga atje do të merren masa dhe vendime që lidhur me këto gjëra. Pritet që do të thënë rebeshi i këtyre goditjeve të vijë mbi Ukrainë ditët që vijojnë. Kjo është një anë e medaljes. Kjo është një anë e medaljes, por do ketë kputje kokash, do ketë përgjegjës për këtë gjë, se tani Ukraina në luftë është. Ka pësuar dhe bombardime pa fund të periudhë. Ka patur edhe reagime të tilla, për shembull nga Duma ruse, pra parlamentarët rusë kanë thënë që kanë deklaruar që kush janë përgjegjës për këtë humbje katastrofike të avionëve, nuk mund të vihet për shembull faj vetëm një komandant i bazës ajrore, apo do me thënë ata tregojnë me gisht shtabin në përgjithshëm. Por nga ana tjetër, do me thënë më ka bërë përshtypje sot, zakonisht Trumpi është shumë aktiv dhe bën gjithmonë komente etj. Sot ai ri i qetë dhe i heshtur si miu. Do me thënë, diçka do të... Kështë thonë në Rusi si miu, se ne e shohin si Luana dhe po nga Rusia që si miu. Ka gjithë ditë që ka heshtur, nuk ka thënë asnjë gjë. Do me thënë, ka qenë i heshtur. Dhe një diçka tjetër, në mëngjes sot, Mark Rubio u lidh me homologun e tij rus, dhe ata do me thënë folën për bisedimet e paqes, dhe Mark Rubio i shfaqi, do me thënë, ngushëllime homologut rus me rastin e aktit terrorist që ndodhi me Hepurud, ku humbën jetën 7 persona civil dhe mbi 80 persona dhe u plagosën. Po so hodher ura, ha? Ajo ura. Hodher ura që ra në momenti që po kalonte treni i pasagerëve. Ai operacion nuk është marrë përsipër. Ato operacion thotë Zudishale nuk e ka marrë përsipër Ukrainës. Nuk e ka marrë përsipër operacionin. Nuk e kanë marrë përsipër Ukrainës, po ja ngarkojnë përsipër rusët Ukrainës. Nëse ja ngarkojnë është tjetër gjë, po Ukraina s'e ka marrë përsipër. Ukraina zakonisht operacionit i merr përsipër ato që kryen.